Kushtetuta e Republikës së PD-s është slogani aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje para gjykatës kushtetuese, të cilët përmes këtij aksioni simbolik kanë shënuar ditën e Kushtetutës së Kosovës. Në këtë mbishkrim, ata kanë vënë edhe fotografinë e kreut të kësaj gjykate, Enver Hasanit. Zgjem Hyseni, aktivisti vetëvendosjes, tha se kushtetuta është shndruar në instrument për zgjatjen e jetës së pushtetit të PD-s. Enver Hasani i ka shërby PD-s kur ka bërë interpretimin për grupin më të madh parlamentar, i ka shërby edhe kur ka bërë interpretimin lidhur me mandatarin e qeverisë, por kulmi i këtyre skandaleve është falsifikimi i kuorumit lidhur me zgjatjen e mandatit të 3 gjyqtarëve ndërkombëtar që kishte bërë presidentja Jahjaga. Ai tha se falsifikimi i dokumenteve është vepër penale. Sipas tij, interpretimi më i lartë i shtetit nuk duhet të lihet në dorën e Enver Hasanit, për të cilën edhe do të protestohet me 18 prill. Protesta është kundër kopjes së shtetit dhe një prej elementëve të kopjes së shtetit, domethënë është Enver Hasani. Përvoja e deri tashme nuk na bën të besojmë që do të kemi ndryshim sa i përket pasardhësit të Enver Hasanit. Për më tepër, kryetari të gjykatës kushtetuese Enver Hasanit do t'i skadojë mandati me 26 qershor të këtij viti. Ai mbush 6 vjet në krye të këtij posti.